au bord du canal. On s'aime, on s'égare, au bord du canal. Le jour nous tient encore, au bord du canal. Ta voix me fait du bien, au bord du canal. Reste un peu, reste là. Shikues të dashur, tani jemi në kështjellën historike të Saint-Tropez. Kjo kështjellë është ndërtuar fillimisht në shekullin 17 për mbrojtje ushtarake, por tani është një pikë e mrekullueshme për një pamje fantastike nga deti Mesdhej dhe nga këto jahtet të cilat e bëjnë këtë pamje shumë bukur, por gjithashtu edhe anijet me vela, që po duket se sot po zhvillohet kështu si një lloj gare këtu në Saint-Tropez. Kjo pra ka këto muret prej gurit, të cilat e bëjnë shumë bukur këtë kështjellë, por ta jep edhe një ndjesi mesjetare, të kohës mesjetare dhe disi romantike mund ta quaj kështu. Pra, kur të vini në Saint-Tropez, duhet patjetër të ngjiteni këtu, të bëni një hike të vogël dhe të vini tek kjo kështjellë e Saint-Tropez, sepse mund të shihni një pamje të mrekullueshme si kjo mbrapa meje dhe të cilën mund ta ndiqni në pamjet në vazhdim. Verre brille, ça tourne vite. Ta bouche dit mon prénom, j'hésite. Le sol chauffe sous nos pas. Et tout le monde danse avec moi. Monte, plus haut que demain. Monte, serre-moi la main. La chaleur colle à nos cœurs. On tombe bien, on tombe en cœur. Danse avec moi toute la nuit. Danse avec moi jusqu'au bruit. On brûle ici. Danse avec moi toute la nuit. Danse avec moi, je t'en prie. Reste avec moi. Les basses frappent, ça fait boum. Tes yeux me suivent dans la foule. Je tourne, je ris, je te cherche et tu reviens juste à la seconde. Tes lèvres disent encore un tour, mes hanches répondent sans détour. Le DJ pousse la marée, nous on se laisse emporter. Monte, plus haut que demain. Monte, serre-moi la main. La chaleur colle à nos cœurs. On tombe bien, on tombe en cœur. Danse avec moi toute la nuit. Danse avec moi jusqu'au bruit. Pra shikues të dashur, si që kuptuat edhe përmes pamjeve, kjo kështjellë pra e bën Saint-Tropez që të ketë një kombinim mes historisë dhe luksit. Pra tashmë ju e dini pse ky vend është kaq ikonik. Ka këtë kështjellë të mrekullueshme që mund ta shihni të gjithë vendin nga këtu lart, pra kur të hyni këtu, por gjithashtu edhe portin, i cili siç ju tregova edhe më herët që është një port me super jahta luksas. E tash po shkojmë edhe diku tjetër së bashku, qëndroni me ne. Danse